Mitropoliti Korçës Joan Pelushi është zgjedhur kryepeskopi i ri Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë pas vdekjes Anastasia Nullatos. Joan Pelushi ka lindur në janar të vitit 1956 në Tiranë, në një familje bektashiane. Ai u konvertua në ortodoksinë e krishterë në vitin 1975, gjatë vitit të maturës, pasi një shok i tij i uazoi një kopje të dhjatës së re në frëngjisht. Pelushi ka studiuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Boston, fal një burse të krijuar nga shqiptarët në Amerikë në kujtim të Fanolit. Pas përfundimit të studimeve, Joani u kthye në Shqipëri, ku kryepeskopi Anastas e caktoi si pedagog në seminarin teologjik. Në 27 shkurt 1994, ai u rotonis si diak, ndërsa në 4 dhjetor të po atij viti u shugurua prift. Në vitin 1996 u emërua drejtori i seminarit teologjik në Durrës dhe më 19 nëntor të po atij viti u ngrit në rangun e arkimandritit. Në 18 korrik 1998 u zgjodh mitropoliti Korçës, duke u fronzuar 2 ditë më pas. Përveç shërbimit të tij në Kishën Ortodokse, Joan Pelushi ka pasur një kontribut të rëndësishëm akademik, si dekan i Akademisë Teologjike. Ai ka përkthyer dhe botuar disa libra teologjik, ndër të cilët Mbi shpirtin e shenjtë në vitin 1996, seria Besimi Ortodoks 1997-2002, Shënsi Luani 2003, Dogmatika, tekst akademik, Shenjtorët i liro shqiptar, predikime dhe artikuj në gazetën Gjallja. Gjithashtu, ai ka përfaqësuar Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë në simpoziume shkencore brenda dhe jashtë vendit. Me zgjedhjen e tij si kryepeskopi i ri, ai merr detyrën për të udhëhequr komunitetin ortodoks shqiptar, duke pasuar Anastasia Nullatos, i cili drejtoi Kishën Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë për më shumë se 30 vite.